si deputet, po është prania e përvitshme në fakt në përkujtimin e genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë, një datë e përcaktuar nga Parlamenti shqiptar si e tillë. Shqiptarët e Çamërisë humbën jetën 81 vite më parë, u dëbuan nga trevat e tyre anëtare, u zhduk një pjesë e historisë së tyre në Çamëri, vetëm për një arsye, vetëm pse ishin shqiptar. Dhe ne kemi për detyrë të gjithë shqiptarët e Çamërisë veçanërisht, po gjithë ne të tjerët, për të përkujtuar gjithë të viktimat pafajshme, sepse secili prej nesh mund të ishte në vend të tyre. Nëse do të ishte në atë kohë, në atë vend, do të pësonte të njëjtin fat. Kështu që në përkujtim të gjithë viktimave të genocidit të ushtruar nga forcat rezerviste ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Dhe në përkujtim të gjitha të drejtave të pasardhësve të tyre, ne duhet ta kremtojmë jo vetëm 27 qershor, por në mënyrë të vijueshme këtë ndodhi të errët të historisë tonë. Sensibilizimi, përkujtimi, mbajtja gjallë e këtyre të drejtave të pamohueshme të shqiptarëve të Çamërisë është një domosdoshmëri për një shoqëri bashkëkohore e cila tenton që të integrohet në Bashkimin Evropian.